Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëmadhit. Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju, të nderuar miq anëmban botës. Urime festa e madhe e Gadirit, urime të gjithë muslimanëve, sidomos muslimanëve që janë pasues të Ehli Bejtit, të familjes së profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Përndryshe, festa e madhe është fitoria e Gadirit, e cila ka ndodhur në kohën kur profeti Muhammed e kryen haxhin e fundit që e ka emërtuar gjithashtu edhe haxhi lamtumirës. Kjo ndodhi ka ndodhur në një luginë e cila është quajtur lugina e pellgut, ku ka pasur edhe ujë, pra Gadirul Hum. Prandaj edhe ka mbet ky emër festa e Gadirit, sepse ka ndodhur në këtë vend të bekuar ku janë zbritur dy ajetet i fundit edhe i parafundit kuranore, të cilat ajete pas veti kanë lënë edhe një amanet të madh për të gjithë muslimanët anëmban botës deri në ditë të Kiametit. Përndryshe, festa e Gadirit numërohet edhe një festë shumë madhështore, sepse profeti Muhammed, përveç asaj që e përmbylli Kuranin e shet zbritjen e Zotit të lartësuar, ai edhe e kurorëzoi Imam Aliun, e kurorëzoi me udhëheqësinë që pas men kuntum mevla, fe hadha Alijun mevla, që e la një emanet të madh e që ishte kush më ka njoftur mua si udhëheqës, prijes, vali, pas meje do ta keni udhëheqës Alijun. Pra ky ka qenë një emanet i fundit, i cili emanet është i shkruar në shumë libra, pothuajse në të gjitha librat, historitë, hadithet, historiografit, është shkruar e është përsëritur me qindra herë, sepse është një thënie, një hadith i vërtet, një amanet i madh i cili na la profeti Muhammed gjithë popullit musliman. Përndryshe, Gadir do të thotë një pellg uji, ndërkaq Hum është lugina. Prandaj edhe kjo festë është emëruar festa e Gadirit, festa e kësaj lugine, në të cilën kanë qenë disa rrugë të kyçura. Çdo haxhillar të cilët janë kthyer nga Mekja, kanë nga veriu i Mekës, pastaj kur kanë ardhur në këtë luginë, aty kanë pushuar dhe pastaj janë ndarë nëpër të gjitha qytetet e Arabisë Saudite dhe botës që i kanë ndjekë me ardhin e tyre deri në haxh. Përndryshe, në këtë luginë profeti Muhammed i pranon edhe dy ajete kuranore, të cilat ajete do t'i cekim edhe më poshtë. Mirpo për këtë ajet kuranor të fundit ka pas një hezitim më të madh, sepse ka qenë një ajet i cili ka dhënë një amanet shumë të madh. Pastaj edhe njerëzit kanë kuptuar se me mbylljen e shpalljes së Kuranit do të ndahet nga jeta edhe vetë profeti Muhammed. Prandaj Allahu xhaleshanuhu në Kuran ja komton, i thot profetit Muhammed, ngritu edhe thuaje këtë komtim, thuaje këtë fjalë timën, popullit tënd si amanet që ta pasojnë pas ndarjes tënde nga kjo botë. Profeti Muhammed urdhëroi të gjithë haxhillarët që ishin aty, mase 12.000 prej tyre, i tha që ti t'u bojnë të gjithë samarët dhe e krijuan si një kodrin të vogël, dhe aty pastaj profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, duke u mbajtur për Aliun, hypën që të dytë në këtë maje të samarëve që kishin bërë si kodrin, dhe profeti Muhammed e kumtoi këtë ajet të Kuranit. Bismillahirrahmanirrahim. Ja eyyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah
Wallahu ya'simuka minan nasi, inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. Allahu I tha profetit Muhammed, o I dërguar, shpallë porosin që tu zbrit nga Zoti yt, po të mos e shpallësh, s'do të kesh plotësuar detyrën tënde. Dhe Zoti ka për të mbrojtur nga njerëzit, sepse Ai nuk ju dhëzon ata që mohojnë të vërtetën. Si që tham, urdhrat kuranore ishin urdhra që ose kanë dhënë një amanet, ose kanë dhënë një udhëzim, ose kanë treguar një të drejtë. Pas këtij ajeti kuranor, pasi që I dërguari e pranoi këtë ajet dhe e shpalli popullit të vet se duhet ju kumtoj diçka, ai krijoi këtë foltore të improvizuar nga samarët e deve dhe të kuajve, I vendosin njëra mbi tjetrën në mënyrë që të ishte më lartësi dhe të dëgjohet fjala e Zotit. Pastaj profeti Muhammed I pyeti të gjithë të pranishmit aty dhe I tha: a kam unë më shumë të drejtë mbi shpirtat tuaj se sa ju? Muslimanët ju përgjigjen me një zëri: I dërguari I Zotit ka më shumë të drejta mbi shpirtat tanë se sa ne vetë. Në qoftë se është ashtu, atëherë kam për t'ju kumtuar një ajet, një porosi shumë të rëndësishme për ju dhe profeti Muhammed tha: o musliman, unë s'jam veç se një I vdekshëm, si të gjithë ju dhe shumë shpejt mbase do të shkoj në prani të Zotit tim. Trashëgimia ime më e vlefshme për ju janë Kitabullah dhe Itratur Rasul. Janë libri I Zotit dhe familja ime. Tani dëgjoni me kujdes dhe dijeni se unë jam udhëheqësi I të gjithë besimtarëve, të gjithë ata burra dhe ato gra që më njohin mua si udhëheqës të tyre, le ta njohin edhe Aliun si të tillë. Aliu është udhëheqësi I gjithë atyre burrave dhe grave, udhëheqësi I të cilëve jam edhe unë. Pas kësaj shpalljeje të emanetit që kishte profeti Muhammed, edhe pse këto ishin fjalët e profetit, nuk janë ajete kuranore, por ne shumë mirë e dim se profeti Muhammed kurrë nuk ka fol nga hamendja, por ka fol gjithmonë illa wahyu yuha, gjithmonë ajo që I ka zbritur nga Allahu I lartësuar. Prandaj, pas kësaj shpallje, profeti Muhammed I ngriti duart në qiell dhe tha: o Zot imi, bëhu mik I atij që është mik I Aliut, dhe bëhu armik I atij që është armik I Aliut. Pra, ai e përcolli më sipër këtë emanet të madh dhe I la 2 amanete të mëdha, Kitabullah dhe Itratur Rasul. Shumë vende tjera plus u përmend se profeti na ka mësuar se nëse dëshironi që pas meje të jeni të shpëtuar, të jeni në rrugë të drejtë, mbahuni për këto 2 gjëra. Ato janë Kitabullah dhe Itratur Rasul. Pra ato 2 gjëra janë libri I Allahut, Kurani I lartësuar dhe Itratur Rasul dhe familja e profetit e të dërguarit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Pastaj kjo që u përcoll më lart është përmbledhur është një përmbledhje nga një vepër e famshme e quajtur Tevhidul Dalail të dietarit të famshëm sunit Allame Shahab Buddin Ahmed. Më poshtë po japim një version tjetër më të shkurt të fjalimit që është përcjell në këtë vepër. Pra, do të japim fjalimin e profetit Muhammed,
paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij në ditën e Gadirit, ku dhe muslimanët këtë ditë e shpallën edhe si festa e madhe e Gadirit. Profeti Muhammed i tha të pranishmeve kështu: I falenderohem Zotit për të gjitha të mirat e tija. Dëshmoj se s'ka Zot tjetër përveç Allahut, dhe se ai është Zot i vetëm, i gjithfuqishëm dhe i përsosur. Ne të gjithë jemi të varur prej tij. Ai s'ka bashkëshorte, s'ka fëmijë dhe s'ka të barabartë. Unë jam njeri nga robët e tij, por ai më zgjodhi si të dërguar të udhëzimit për gjithë njerëzimin. O njerëz, kini droje Zotin gjithmonë dhe kur mos tregoni mosbindje ndaj tij. Mos luftoni veç se për Islamin dhe mbani mend se dituria e Zotit përfshin gjithçka. O musliman, keni kujdes, sepse kur të shkoj unë, do të dalin ca njerëz që do të më veshin fjalë që si kam thënë, dhe do të ketë një grup njerëzish që do të besojnë atyre. Por unë largohem, unë strehohem te Zoti, sepse s'ju kam thënë tjetër përveç të vërtetës, dhe s'ju kam ftuar drejt asgjëje përveç se asaj që ai më ka urdhëruar. Ata që i kalojnë kufit në këtë punë do të dënohen. Në atë qast, Ibade ibn Samit, një ndjekës i profetit Muhammed, u ngrit dhe tha: O i dërguar i Zotit, kur të vijë ajo kohë, kujt i drejtohemi për udhëzim? I dërguar i Zotit, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, i tha: Duhet të bindeni njerëzve të shtëpisë sime, ehli bejtit, dhe ata t'i ndiqni. Ata janë trashëguesit e diturisë sime prej profetit. Ata do t'ju mbrojnë nga devijimi dhe do t'ju udhëzojnë drejt shpëtimit. Ndiqni antarët e familjes sime, sepse ata nuk bien kurrë në dyshime. Besimi i tyre në Zotin është i palëkundur. Ata janë të udhëzuarit, ata janë imamët, udhëheqësit tuaj, dhe vetëm ata mund t'ju shpëtojnë nga mosbesimi, nga devijimi dhe nga risit në fe. Zoti ju ka urdhëruar ta doni ehli bejtin tim, familjen time. Devotshmëria ndaj tyre është një obligim për ju. Këtë e keni në surën e Shura, ajeti 23, sepse ata janë të pastërtit. Suretul Ahzab, ajeti 33. Ata janë të pajisur me virtyte që si ka askush tjetër. Ata janë të zgjedhurit e vetë Zotit, dhe tani Zoti më ka urdhëruar t'ju shpall këtë. Dijeni se Mevla, udhëheqës, mbrojtës, prijesi, i kujt të jem unë, Mevla, mbrojtës, udhëheqës, prijes, i ti është edhe Aliju. Men kuntum Mevla, fe hadha Alijun Mevla. Men kuntum Mevla, fe hadha Alijun Mevla. Këto ishin pra fjalët e profetit. Kush më ka njohur mua si Mevla, si udhëheqës, si prijes, si zotëri, pas meje, udhëheqës, prijes, e keni
Aliun. Këto ishin amanetet që profeti Muhammed pas veti la një udhëheqës e ai ishte Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të. O Zot, ti bëhu mik i atij që është mik i Aliut, dhe bëhu armik i gjithkujt që është armik i Aliut. O Zot, ndihmoje atë që ndihmon Aliun, dhe largohu prej atij që largohet prej Aliut. Pas këtij fjalimi, pasi që e mbaroi këtë fjalimin, i dërguari i Zotit zyrtarisht e shpalli Imam Aliun, Ali ibn Talibin, si udhëheqësi, Amirul Mu'minin, udhëheqësi i muslimanëve pas tij, dhe e kishte emëruar pra si Amirul Mu'minin, si udhëheqës i popullit musliman, i ummetit musliman. Sapo u bë kjo shpallje, sapo u dha ky emanet nga profeti Muhammed, u shpall edhe vargu i fundit, që pas këtij vargu kuranor, më nuk ka zbritur asnjë varg tjetër. Pra me këtë ajet kuranor është përmbyllur komplet shpallja kuranore. E ky varg është pra, ky ajet është Surja Maide, ajeti 3, ku i tha Zoti profetit, t'ua thuash njerëzve të cilët u kthyn nga haxhi lamtumirës i juaj, pra nga haxhi i fundit i profetit, t'ua thuash njerëzve këtë: Bismillahirrahmanirrahim. El-jawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Që në gjuhën shqipe është: sot e përsosa fen tuaj, i plotsova të mirat e mia mbi ju dhe ju azgjodha islamin si fe. Pra, ky ajet i fundit zbriti në ditën e 18 të Dhulhigjit, pra dita në të cilën sot jemi, në vitin e 10 pas Hijrit, ku shpall pra ky ajet i fundit i Kuranit. Gjithashtu Ibn al-Hajar al-Asqalani në veprën e tij El-Isabe bil Tamizi el-Sahabe thot se pasi e bëri këtë shpallje, i dërguari i Zotit i vendosi një turban në kokën e Ali ibn Talibit, me çfarë edhe e përfundoi këtë kurorëzim, këtë besatim, këtë bejat ndaj Imam Aliut, dhe në mesin atyre që e përgëzuan ishin pra 12.000, por në mesin e tyre që ishin më të afërmit e profetit, ishin edhe vetë shokët e profetit, bile edhe përmendet Ibn Hajar el-Asqalani thot se këtu me gzim të gjithë ja kanë uruar Imam Aliut, ja kanë uruar shpalljen e udhëheqësisë, e liderësisë, e khalifes në tokë pas profetit Muhammed. Arsyet pse janë ky emanet i profetit Muhammed nuk është dërguar në vend, tani jemi në kohën e internetit, çdo kush mund ta studioni, ta shikoni në histori çka shkruhet, pse profeti Muhammed e la si emanet Imam Aliun, edhe 72 ditë mas këtij amaneti pse nuk u zbatu, e tjera, për këto gjana magjansisht mund të shihni në për rrjetet sociale, në për libra të cilat i keni në për shtëpiat e juaja. Me rëndësi është se sot është festa e madhe e Gadirit, sot është fitoria e gjithë muslimanëve se pas profetit Muhammed, Islami nuk mbet pa udhëheqës,
Islamin e trashëgoi vetë Imam Aliu, I cili ishte edhe pjesë e Ehli Bejtit, pjesë e familjes së profetit. Edhe njëherë ju urojmë festën e madhe të Gadirit, ju dëshirojmë që sa më shumë të merrni njohuri për librin e Allahut, për një amanet që Zoti na dha, të merrni njohuri edhe kush është Ehli Bejti që përmendet në Suretul Ahzab, ajeti 33, në Suretul Insan, në Suretul Shuara, në Suretul Kauther, e shumë hadithe të profetit Muhammed. Kush janë pra Ehli Bejti? Është shumë mirë që çdo kush prej nesh të kemi këtë njohuri, sepse siç thamë, profeti Muhammed na ka lënë 2 amanete. Për të qenë të shpëtuar, pra duhet të ndjekim Kuranin, librin e Zotit dhe shtëpinë e profetit, pra familjen e profetit Muhammed. Kitabullah dhe Itratur Rasul. Ju falenderojmë shumë, mirupafshim edhe radhëve tjera, mos harroni, mund ta bëni subscribe dhe ta shpërndani ku keni mundësi, sepse çdo punë e mirë shpërblehet nga Allahu I lartësuar. Mirupafshim.